Parashikimi i motit 25 prill 2025, kthjellime dhe vranësira. Ditën e sotme në vendin tonë do të vijojë në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta gjatë gjithë paradites, ku në zonat veriore dhe verilindore do të krijohen mundësi për reshje të pakta shiu. Gjatë orëve të pasdites, vranësirat e dendura do të jenë prezente në të gjithë territorin e vendit, duke gjeneruar rebeshe afatshkurtra shiu, ku më të dukshme priten në gjysmën lindore të Shqipërisë. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 5 gradë Celsius vlera minimale shënuar në qytetin e Bajramcurit, deri në 25 gradë Celsius vlera maksimale, cila pritet në qarkun e Fierit. Era do të frymë mesatare për gjatë gjithë ditës, duke arritur shpejtësinë 35 km/h nga drejtimi veri perëndimor, ku do të bëjë që në brigjet detare të krijohen dallgë deri në 1 ball.